Don Gjoni u shoqërua në stacion nga policia. Sqaron rastin lidhur me lodrën e gjetur në vetur. 2 persona janë kapur me lodër zjarri dhe municione në vetur në Drenas. Në mesin e tyre ka qenë edhe reperi Don Gjoni. Ngjarja ka ndodhur sot, kur njësitë e reagimit të shpejt kanë dalur një vetur të tipit Land Rover për kontroll në fshatin Poklek. Gjatë kontrollit në fjokun e veturës është gjetur një lodër zjarri e tipit Deria 9x19 mm dhe një karikator me 10 shpuese. Mediat raportojnë se lodra në fjalë nuk i përkiste Don Gjonit, por ishte në pronësi të djalit të Axhës së tij, i cili e posedon lodrën me leje dhe me autorizim për lëvizje drejt poligonit të qitjes. Sipas rrethanave të sqaruara në polici, një ditë më parë, djali i Axhës së Don Gjonit kishte përdorur veturën e tij dhe kishte harruar armën në fjokun e mesit. Artisti, i cili të nesërmen, pra sot, ka dalë me vetur, nuk ka qenë në dijeni për praninë e armës dhe ka kuptuar vetëm në momentin kur policia e ka ndaluar për kontroll. Në një prononcim Don Gjoni ka deklaruar: "Policia ka qenë shumë korrekte dhe profesionale gjatë gjithë trajtimit. Jam shoqëruar në stacion ku kam sqaruar të gjitha rrethanat." Më pas ka ardhur edhe djali i Axhës, pronari i lodrës, dhe ka dhënë deklaratën e tij. Gjithçka është sqaruar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.